Të nderuar vëllezër dhe motra shqiptarë, ju uroj të gjithëve sot gëzuar ditën e flamurit, ditën e pavarësisë, 113 vjet pavarësia e Shqipërisë. Sot ka një mesazh për ju, ka ardhur koha të nderuar patriot shqiptar që të kthehemi në Shqipëri për ta shpëtuar atë. Shqipërinë e bën vetëm shqiptarët, nuk e bën kurrë të huaj. Ka ardhur koha që ne, shtresa mesme, intelektualet, jo vetëm jashtë, por edhe në Shqipëri, të bashkohemi për të shpëtuar kombin tonë. Infermierët, mësuesët, mjekët, inxhinierët, çdo kush që ka një profesion, është koha që të kthehemi në Shqipëri, sepse do të na zëvendësojnë me indian, me pakistanez, me bangladeshas, me afrikan, e ku di unë, të tjerë që do t'i sjellin në Shqipëri dhe do zënë vendet tona, punët tona, tokat tona, shtëpiat tona, dhe do na asimilojnë avash avash. Kush ka mundësi, është koha për të shkuar në Shqipëri, patjetër dhe unë me ju. E di që vështirësia ju ka bërë për të ardhur rrugëve të kurbetit, por nuk ka më mirë se Shqipëria për ta bërë Shqipërinë ashtu siç duhet. Është më mirë të punosh dhe të mbjellësh tokën me patate në Shqipëri, se sa të shkosh të punosh në shtëpia bari në Londër. Është më mirë të punosh në punë të ndershme në Shqipëri, se sa të punosh në puna shumë fitimprurëse, po jo legale në rrugët e Europës. Pavarësisht që shkaje, ne jemi shqiptarë dhe dashnin për atë dheun duhet ta kemi shumë të madhe. Dashnin për atë dheun, dashnin për njëri tjetrin. Duhet të punojmë me njëri tjetrin, ta ndryshojmë dhe mentalitetin për të thënë që Shqipëria bëhet, jo që Shqipëria nuk bëhet. Unë, sikur ju, jam këtu në Berlin, sot, në festën e flamurit, dhe ju bëj gjithë dhe thirrje. Shqipnia na pret. Shqipnia është në rrezik asimilimi si shtet, si popullsi. Kështu që dita e flamurit sot 113 vjet flamur, 113 vjet pavarësi, me gjitha ulje ngritjet tona, ne kemi për detyrë për shkuar dhe për të kthyer në dheun tonë. Mos thoni se çfarë bëri atë dheu për mua. Thuaj se çfarë do bësh ti dhe çfarë po bën ti për atë dheun tënd. Sepse atë dheu aty është, të gjitha të mirat i ka. Ne kemi mundësi ti shfrytëzojmë për mirë, jo t'i shpërdorim. Jo të vjellim, jo për të pasuruar vetëm 5 veta dhe për të qenë të varfër 1 milion veta. Rruga nuk është ikja, rruga është përballja. Shqiptar, në gjithë të vjetë ne kemi kaluar shumë peripeci, që luftra, kemi luftuar dhe kemi mbrojtur vendin tonë. Por sot, në 2025, vendi jonë po rrezikohet më shumë nga asimilimi, nga globalizimi, duke bërë që sa më shumë njerëz të largohen shtetë Europës dhe duke sjell komplet lindjen dhe zonat jugore të botës në Shqipëri. Kjo nuk duhet ndodhë. Shqipëria është e shqiptarëve. Nuk është as kosh plerash për emigrant, nuk është as kosh plerash për plera kimike, nuk është as kosh plerash për asnjë gjë tjetër, çfarë mund të mendojnë disa diplomat europian në Shqipëri ose në Europë për Shqipërinë. Shqipnia është vendi më i vjetër në Europë, gjuha dhe kultura më e vjetër. Dhe kemi qenë ne, pa janë sot europianët që na ulin, mund të them, që na ulin duke na quajtur si krah pune. Ne vërtet jemi racë punëtore, por përpara se të punojmë në Gjermani, në Itali, në Angli, mirat mirë është që të punojmë në vendin tonë, për vendin tonë, për fëmijët tanë, që ne t'i rrisim fëmijët tanë në Shqipëri, që t'i rrisim, të mësojmë shqip, të mësojmë
që dashuria për atë dheun, për familjen, për kombin, për Zotin, është shumë e madhe, të nderuar shqiptarë. Dhe njëherë ju uroj gjithëve ditën e flamurit, gëzuar pavarësinë. Ama shqiptar dhe patriot nuk duhet jemi vetëm momentin kur kombëtarja shqiptare luan dhe bëjmë shqiponjën ose kush e di se si hiqemi. Patriot duhet jemi çdo ditë, çdo sekondë, çdo minutë, duke menduar për familjet tona, për atë dheun tonë. Ju falenderoj gjithë dhe njëherë gëzuar gjithëve ditën e flamurit.